Serbia nuk po konsiderohet e denjë të pres një nga ngjarjet më të mëdha diplomatike në Evropë. Bëhet fjalë për Asamblenë Parlamentare të OSBE-s që në vitin 2027 pritet të mbledhë deputat nga 56 parlamente. Një qoqër i caktuar ishte Beogradi. Por 42 ligjivënës amerikanë, republikan e demokrat së bashku kanë futur në Kongres një rezolutë që kërkon largimin e ngjarjes nga Serbia. Arsyet e tyre janë të qarta. Serbia vazhdon të blejë naftë e gaz nga Rusia dhe refuzon sanksionet perëndimore. Kompania e saj kombëtare e naftës është në pronësi ruse, ndërkaq Kina ka ndikim në telekomunikacionet e vendit dhe Beogradi mban lidhje edhe me Teheranin. Kësaj i shtohet edhe deklarata skandaloze e ministrës serbe Snežana Paunović, e cila tha se në vitin 1998, po t'ishte në vend të Miloševićit, ajo do të kishte kryer spastrim etnik të shqiptarëve nga Kosova. Kongrezisti Joe Wilson e quajti deklaratën të neveritshme dhe tha se vetëm kjo mjafton për ta diskualifikuar Beogradin. Kjo ngjarje fillimisht ishte planifikuar të mbahej në Amerikë, në Charleston. Ishin ndarë edhe $7 milion. Pastaj, për shkak të një çështje të brendshme, Amerika u tërhoq vetë. Serbia e shfrytzoi momentin dhe e mori organizimin. Tani Amerika po e kërkon sërish me argumentin se një vend kaq afër Moskës, Pekinit e Tiranit nuk mund të pres një summit për sigurinë evropiane. Vendimi final i takon vetë asamblesë. Por pyetja mbetet, a do të mbahet në Beograd apo në Charleston? Për më shumë, ndjeqet dhe gjeo post.